Mjeku me urdhër të prerë. Mos i konsumoni qepët nëse vuani nga këto sëmundje. Qepët janë të pasura me përbërës sulfurike që japin asaj aromën e fortë dhe shkaktojnë gjithashtu edhe lotimin e syve. Studimet të ndryshme sugjerojnë përfshirjen e qepës në dietën tuaj, kjo për shkak të ndikimeve të tyre pozitive që kanë edhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Ekspertët vazhdimisht cilësojnë këtë perime si një nga më të mirat në dobi të shëndetit edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një qep e madhe ka vetëm 63 kalori, përmban më shumë se një kup ujë dhe sigurisht më shumë se 20% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C që nevojitet çdo ditë. Qepa është disi e sigurt kur konsumohet si ushqim ose kur aplikohet ekstrakti i qepës në lëkurë. Ekstrakti i qepës është ndoshta i sigurt për shumicën e njerëzve kur merret së bashku me ushqime të tjera. Përdorimet rreth 400 mg ekstraktit të qepës për 6 javë janë gjithashtu të sigurta. Disa nga efektet anësore të qepës mund të jenë irritimi i lëkurës ose ekzemat, pas kontaktit të saj të drejtë për drejtë me lëkurën, lotimi i syve, gjithashtu kur jeni të ekspozuar ndaj erës së qepës dhe dhimbja e stomakut pas konsumit të tepërt të saj. Por gjithashtu, ka disa masa paraprake që duhet të ndërmerrni nëse doni të konsumoni qep. Në këto raste, ekspertët këshillojnë që të hiqni dorë nga konsumi i saj, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Gratë shtatzana dhe ato të cilat ushqejnë fëmijën e tyre me gji, duhet të tregohen të kujdesshme me konsumin e qepës. Nuk ka mjaftueshëm informacione të besueshme rreth sigurisë që qepa mund të ofrojë në këto raste, por nëse jeni shtatzanë dhe doni që të ushqeni fëmijën tuaj me gji, tregohuni të arsyeshëm me sasinë e konsumit të qepës. Qëndroni në anën e sigurt dhe shmangni konsumin e saj në sasi të mëdha, për të evituar kështu edhe komplikacionet, të cilat mund të lidhen vazhdimisht me shëndetin tuaj. Nëse keni çrregullime me gjakun, tregohuni të kujdesshëm me sasinë e qepës që konsumoni vazhdimisht. Qepa mund të ngadalësojë mpiksjen e gjakut. Qepa mund të rrisë rrezikun për gjakderdhje ose për probleme të tjera kur jeni duke marrë gjithashtu edhe ilaçe, ndaj tregohuni të kujdesshëm me përdorimin e saj. Mos e përdorni qepën nëse merrni ilaçe për ullimin e gjakut. Gjithashtu, nëse keni alergji ndaj ushqimeve, tregohuni të vëmendshëm edhe me sasinë e qepës që zgjidhni të konsumoni. Qepa mund të përbëjë edhe një rritje të rrezikut të problemeve të shëndetit tuaj nëse jeni alergjik. Nëse vuani nga diabeti përpara konsumit të saj në mënyrë të rregullt dhe nëse merrni ilaçe, konsultohuni me mjekun tuaj. Qepa mund të rrisë nivelin e sheqerit nëse vuani nga diabeti dhe përdorni qepën si ilaç. Kontrollojeni me kujdes atë tek mjeku juaj për të evituar kështu çdo gabim të mundshëm që lidhet edhe me shëndetin e përgjithshëm. Nëse keni çrregullime me tretjen, mos e konsumoni qepën. Qepa përkeqëson edhe më shumë simptomat e çrregullimeve të tretjes. Mos e konsumoni qepën në sasi të madhe nëse vuani nga problemet e tretjes, pasi mund të irritoni çështjen tuaj shëndetësore dhe gjithashtu të shkaktoni edhe një sër efektesh negative. Mos e përdorni qepën përpara një operacioni. Qepa mund të ngadalësojë gjithashtu mpiksjen e gjakut dhe të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Një teori, qepa mund të rrisë rrezikun e gjakderdhjes ose të ndryjë të kontrolli sheqerin në gjak edhe te procedurat e operacionit. Mos e përdorni qepën si ilaç 2 javë përpara operacionit, citojnë ekspertët e WebMed. Qepa është një produkt shumë i mirë edhe në luftën kundër një sër komplikacionesh, por duke e përdorur me kujdes dhe në sasinë e duhur, përfitimet e saj në shëndetin tuaj do të jenë vërtet të mëdha. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për të përdorur rregullisht, por jo në sasi të tepërta pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në përkeqësimin e organizmit tuaj. Kjo perime është të përdorur në kuzhinë si një perime e sigurt magjike, madje edhe mund të japë vlera të larta shëndetit tuaj. Por ka disa efekte anësore të cilat duhet t'i mësoni nga konsumi i tepërt i qepës. Përdorimi i tepërt i qepës mund të shkaktojë erë të keqe të gojës.
Era e keqe e gojës është një nga problemet më të njohura që lidhet edhe me konsumin e qepës. Nëse doni që të mos vuani nga këto shqetësime, mos e teproni me konsumin e qepës. Ajo mund të shkaktojë gjithashtu edhe reaksione alergjike, ndaj duhet të jeni shumë të vëmendshëm me përdorimin e saj. Qepa mund të rrisë reaksionet alergjike ndaj të cilave duhet të jeni të kujdesshëm. Nëse keni alergji nga hudhra, shparagu dhe preshi, duhet të jeni më të vëmendshëm edhe me sasinë e qepës që shtoni në dietën tuaj, për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme. Qepa, nëse konsumohet më shumë se sa duhet, mund të nxjisë dhe të përkeqësojë edhe problemet tuaja të urthit. Konsumi i tepërt i qepës mund të shkaktojë urth, gjithashtu edhe refluks të gastritit, që kanë gjithashtu edhe çrregullime të tjera të imunitetit tuaj. Siguroni të mos e teproni me konsumin e saj. Nëse vuani nga zora e irrituar, mos e teproni me konsumin e qepës. Ushqimet e vështira për të tretur mund të çojnë në sindromen e zorës së irrituar. Andaj në këto raste tregoni të vëmendshëm me përdorimin e rregullt të saj. Sigurohuni që ta konsumoni si duhet dhe asnjëherë në sasi të tepërta, sidomos nëse vuani nga shqetësimet e zorës së irrituar, pasi mund të nxjisë dhe të përkeqësojë më shumë shëndetin tuaj. Qepa është shumë e sigurt të përdoret në masa të vogla dhe asnjëherë në sasi të tepërta. Përveç efekteve negative për shëndetin tuaj nga mënyra e gabuar e përdorimit, qepa ka edhe një sër vetish pozitive. Nëse përdoret si duhet në dietën tuaj, do të nxjisë përfitime të mira të rritjes së imunitetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Qepa është një nga elementët bazë të sigurisë për trupin tuaj. Nëse konsumohet si duhet, do të rendisë këto përfitime të mira për shëndetin, të cilat do t'i rendisim në këtë video sipas WebMed. Qepa mund të përmirësojë dëndësinë tuaj të kockave nëse konsumohet në sasinë e duhur. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, por studimet kanë zbuluar se konsumi i rregullt i qepës në masën e duhur do të japë rezultate të shkëlqyera në efektet pozitive të dëndësisë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit masën kockore me 5%, krahasuar me personat që nuk e konsumojnë atë. Sigurisht që qepa është një nga produktet më të mira edhe për nivelin e kolesterolit, edhe për mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Të larta me anti-inflamator, qepët duket se zvogëlojnë kolesterolin e keq që është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu mund të zvogëlojë edhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër ta mbajë edhe zemrën tuaj më të shëndetshme. Përfshiheni qepën në dietën tuaj në mënyrë të rregullt dhe vlerat që do të merrni do të jenë fantastike. Gjithmonë tregoni të kujdesshëm me sasinë e shtimit të saj në dietën tuaj, pasi mund të nxjisë edhe përkeqësimin dhe të shkaktojë gjithashtu një sër efektesh negative. Qepa do të stimulojë tretin kur konsumohet si duhet. Qepët janë të pasura gjithashtu me fibër që përshpejtojnë tretin tuaj, duket se reduktojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ajo rrit prodhimin e bakterieve të mira të zorëve duke bërë më të lehtë edhe procesin e tretjes. Ndaj siguroni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja gjithmonë brenda masës dhe sasisë së lejuar. Qepa zvogëlon gjithashtu edhe dëmtimin e qelizave të dëmshme, fal antioksidantëve që ajo i mbart me shumicë. Qepët janë shtëpia e 25 lloje të ndryshme të antioksidantëve që janë të mira gjithashtu për trupin. Jo vetëm antioksidantët që mbajnë larg probleme të caktuara, por gjithashtu do të nxisin edhe një sër përfitimesh për mbrojtjen e vlerave të trupit. Konsumi i sasive të duhura të qepës brenda normës lejuar do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj, por gjithmonë, nëse duhet ta përdorni me kujdes, do të merrni edhe më shumë përfitime. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.